Një mundësi e re për të rinjt kreativ është hapur në Bashkinë Maliq, ku është shpallur një konkurs i veçantë me fokus promovimin e destinacioneve turistike të zonës. Konkursi u bën thirrje të rinjve që kanë pasion për videon dhe artin pamor, të sillin përmes krijimtarisë së tyre bukuritë natyrore, kulturore dhe turistike të Maliqit. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të realizojnë video kreative artistike, duke treguar historitë dhe vlerat e zonës nga këndvështrimi i tyre. Vlerësimi i videove do të bazohet në impaktin që ato krijojnë në rrjetet sociale, konkretisht në numrin e pëlqimeve, komenteve dhe shpërndarjen që marrin, shpreh drejtoria e Pallatit të Kulturës Dimitër Orgocka Dhoradajko. Ku më mirë se sa maj, që është çelja e sezonit turistik. Shiko, Maliqi është në rritje të turizmit dhe për këtë jemi gjithë shumë të gëzuar. Ne kemi pika turistike të jashtëzakonshme për t'u parë, për t'u vizituar nga të gjithë dhe ne na duhet që të punojmë që këto pika turistike të njihen nga të gjithë. Do të ishte shumë mirë që të rinjt, për shembull, të sjellnin video, pse jo, edhe në gjuhën angleze, kështu ne ti promovojmë edhe për gjithë të huajt që vinë me bicikleta edhe shohin zona si Lozhani, Gora, Strelca e të tjera. Afati i dorëzimit të materialeve është përcaktuar nga data 26 prill deri në 26 maj, ndërsa video do të publikohen në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook të Qendrës së Kulturës Dimitër Orgocka. Fituesi do të shpallen në 29 maj.